Jemi këtu bashkë me zonjat kolege të Partisë Demokratike për të dënuar një tjetër akt të turpshëm, të paprecedent të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, të paburrit Tauland Balla, alias 0900, i cili për të disa të herë po fyen, po kërcënon, po intimidon gratë e opozitës. Është e papranueshme, është e paprecedent ajo që ka ndodhur në sallën e seancave plenare, që duhet ishte aula e diskutimeve për qytetarët, duhet ishte në fakt në një ditë të shënuar, në një ditë të rëndësishme, siç është edhe 2 prilli, duhet ishte aula e fjalës së lirë. Jo vetëm që zoti Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, po provokon në mënyrë sistematike opozitën, po ju mohon të drejtat procedurale bazuar në rregullore të deputetëve të opozitës, por sot po guxon që të heq fjalën edhe zonjave deputete, po edhe burrave deputet të opozitës. Ne Lidhja Demokratike e Gruas, zonja deputete të Partisë Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike e dënon aktin e rënd nga Tauland Balla dhe kërkon që seanca të vijojë vetëm pas përjashtimit të tij të menjëhershëm nga seanca plenare, si dhe të përjashtohet duke marrë dënimin maksimal që ai e meriton. Tauland Balla nuk e ka vendin në këtë parlament, sepse është turpi i këtij parlamenti.